Ka disa ajete kuranore kur Zoti porosit profetin e tij, i cili është kulmi i modestisë dhe kulmi i asketizmit, nëse mund ta shpreh, e porosit që thot mos e zgjat shumë shikimin tek ata njerëz që u kemi dhënë. Ajo është kënaqësia e kësaj botës. Edhe Zoti me urtësinë e tij, kjo është elementi i rëndësishëm. Ai me urtësinë e tij e ndan mirësinë. Nuk ka lënë njeri pa mirësi. Të gjithëve ju ka dhënë diçka, ju ka marrë diçka tjetër. Por kur njeriu fillon dhe zgjat shikimin dhe zgjat zemrën e tij gjithmonë tek ajo e tjetrit, edhe fillon e mendon që Zoti mua s'ma ka dhënë këtë gjë, edhe ngadalë fillon të krijon marrëdhënie, xhelozie, marrëdhënie smire edhe mes njerëzve, po mes edhe raportet mes robit edhe Zotit. Kjo ka qenë, imagjinoj një porosie e tillë i jepet kujt? Profetit më të thjesht, njeriu më asket në një kohë që bolloku apo pasuria nuk ka qenë në kushte në të cilat jemi ne sot. Atëherë nëse kjo porosi i është dhënë këtij njeriu në kushtet ku ne jemi sot, që me të vërtet ka bollok. Ka bollok në ushqim, ka bollok në veshmbathje, ka bollok në makina, në të gjitha mundësitë teknologjike që ka njeriu, dhe jemi pikërisht në kohën kur jo komshia, po ti shikon me miliona pamje në ditë, se si të duket ty sikur këto njerëz po kënaqen, po shkojnë të mirët e Zotit, kjo fillon e bën njeriu të ndihet i varfër, të ndihet i vetmuar dhe dëshiron që edhe ai të jetë ai person. Një nga pasojat që mendoj unë që ka sjell rrjetet sociale, pikërisht kanë bërë këto, sepse edhe ai që është njeri shumë i varfër, edhe ai mendon që jo për 24 orë, mundësisht për 5 orë, për 2 orë të kaloj ta. Prandaj njerëzit sot do t'i gjesh që janë shumë pak falënderues dhe nuk rrinë me këmbë në tokë, me mundësitë e tyre, por të gjithë duan të bëhen si ai. Por nuk dinë anët tjera të jetës atij personi. Ai mund të jetë i smur, ai mund të ketë shumë probleme. Ajo pamja e shkret mund të jetë shumë e bukur, por ajo brenda ka shumë mashtrim. Nuk ka fare lidhje me realitetin e atij personi. Dhe kjo është rreziku më i madh që mendoj unë që jemi sot.